Dita e tretë, Girolamo Savonarola, 1452-1498, pararendësi fiorentin, nga Zek Howard. Për çark bazamentit të monumentit të Luterit në Worms të Gjermanisë, gjenden 4 pararendës të reformimit protestant, e pikërisht Jan Husi, John Wycliffe, Pieter Valdo dhe Girolamo Savonarola. Këta të 4 dallonin tejmase nga njëri tjetri, e megjithatë secili prej tyre i frymëzoi reformat e Luterit në mënyrën e vet. Për Luterin, Savonarola ishte frymëzuesi i tij personal, aq sa tek po udhëtonte për të gjykuar në kuvendin e Wormsit në vitin 1521, pasi kishte djegur dekretin e papës që e shkishëronte, ai mbante me vete një pikturë të murgut dominikan. Tek u përball me mundësinë e vdekjes në Worms, Luteri me shumë gjas e krahasoi jetën e tij me atë të Savonarolës. Me një zë profetik, Savonarola kishte dënuar shturjen e kishës së Romës. Konflikti i tij me papën arriti kulmin në shkishërimin dhe djegjen në turrën e druve të këtij të fundit. Edhe Luteri u shkishërua për ankesat e tij ndaj abuzimeve të papës. Edhe pse i shpëtoi dënimit me vdekje, Luteri gjeti një përputhje të veçantë mendimesh me Savonarolën. Madje 2 vjet pasi ishte fshehur në kështjellën e Wartburgut, ai botoi meditimet e Savonarolës së burgosur rreth psalmit 31 dhe 51, duke e lavdëruar këtë të fundit si burri i perëndishëm i Firenzes. Profeti i popullit. Lindur në vitin 1452 në një familje të pasur në Ferrara të Italisë, Savonarola ishte një djalosh shumë i zgjuar dhe i dhënë tejmase pas të nxënit. Prindërit kishin dëshirë që të studionte për mjeksi, por në moshën 23 vjeçare, ai bëri një zgjedhje të papritur për t'u bashkuar rendit të murgjve dominikan, pasi ishte tepër i zhgënjyer nga kotësia e kulturës italiane. Si murg i ri, Savonarola u zhyt thellë në shkrimet e Thomas Aquinit, si dhe në shkrimet e shenjta, duke demonstruar shumë shpejt një mendje teje të mpret, që e aftësoi ta mësonte shkrimin përmendsh. Savonarola u zhvendos në Firenze në vitin 1490 dhe tashmë ishte mjaft i njohur për arsimimin e tij. Megjithatë ishin predikimet e tij ato që e hodhën vrrullshëm në qendër të jetës politike të Firenzes dhe të reformës së atjeshme. Nga katedralja e Firenzes, Savonarola u predikonte shpesh mira njerëzve në gjuhën e përditshme, duke përdorur figura të fuqishme letrare dhe një shtjellim të thjeshtë të shkrimeve. Ai shpalli hirin shpëtues të Krishtit me një forcë biblike dhe në të njëjtën kohë me kritika therrse ndaj praktikave të pamoralshme të udhëheqësve politik dhe atyre kishtar. Predikimi i tij me mjaft ndikim i ndërthurur me disa ndodhi të rëndësishme që ishin jashtë kontrollit të Savonarolës, siç ishin pushtimi i papritur i Italisë nga mbreti i Francës, i shoqëruar prej një murtaje shkatrimtare, bëri që papritur të shtohej tejmase ndikimi i tij në Firenze. Po aq e rëndësishme sa pozita e tij si zëri profetik i qytetit, ishte edhe besimi i përhapur gjerësisht mes njerëzve të zakonshëm rreth një përmbysjeje të madhe katastrofike që do të shënonte fundin e kohërave, e cila pritej të ndodhte tek afroi viti 1500. Shkishërimi. Nga viti 1494 deri në vitin 1498, Savonarola nxiti një ndryshim dramatik politik dhe shoqëror. Predikimi i tij u bë edhe më profetik. Duke theksuar kthimin e Krishtit, ai bëri thirrje qytetit të Firenzes të jetonte si një Jerusalem i ri. Reformat e tij morale sollën përpasoj riorganizimin politik të qytetit, tek po punonte për themelimin e një republike të krishterë, shumë të ngjashme me atë që u ndërtua më vonë në Gjenevë, në drejtimin e Kalvinit. Afër kulmit të këtyre ndryshimeve, Savonarola i organizoi të rinjtë e Firenzes që të ngriheshin në këmbë në mbështetje të reformës, gjë e cila rezultoi në disa zjarre të kotësive, si protestë kundër festimeve të përvitshme të së martës së karnavaleve. Të rinjt ju udhëhoqën qytetarët në shkatërimin e mjeteve të tundimit, sikurse maskat e karnavaleve, letrat e bixhozit, fustanet e bukura,
makijazhi, pasqyrat dhe madje edhe instrumentet muzikore. Zjarri i fundit i kocive u ndez në sheshin Piazza della Signora, në qendër të Firenzes, më 7 shkurt 1497, vetëm disa muaj para se Papa Aleksandër i VI ta shkishëronte Savonarolën. Pas shkishërimit të tij, shpërtheu konflikti mes Savonarolës dhe Papa Aleksandrit të VI, kur Papa kapi letra që Savonarola u kishte dërguar mbretërve të Francës, Anglisë, Spanjës, Hungarisë dhe perandorit të Gjermanisë, duke ju përgjëruar të thërrisnin një kuvent kishtar për ta shkarkuar nga detyra papën për abuzimet e tij. Savonarola nuk e kundërshtonte ofiqin e papës, por personin e Aleksandrit VI, dhe në këtë mënyrë dallohej nga kritikat më të mëdha të reformatorëve të mëvonshëm ndaj autoritetit të papës dhe doktrinës katolike të Romës. Shkëndija e Luterit. Meqense Savonarola pohoi për parsinë e Pietrit, nxiti për nderimin e Marisë dhe anonte drejt një pikpamjeje gjysmë pelagjiane për shpëtimin, mund të thuhet se nga pikpamja doktrinare, ai mbeti brenda kishës katolike të Romës. Mirëpo, duke u nisur nga fakti që bëri thirrje për reformë morale, që dënoi abuzimet e papës dhe lartësoi autoritetin e shkrimit, mund të thuhet se ishte pararendësi i reformimit. Edhe pse lëvizja reformuese e një njeriu të vetëm, Savonarolës, në Firenze, e cila nuk vazhdoi gjatë në Itali pas vdekjes së tij, predikimi i tij plot pasion dhe reformat e zellshme që kishte vënë në zbatim, kishin demaskuar shthurjen e kishës, ashtu si një shkrepse e vogël, por e shndritshme, që ndizet në një shpellë të errët. Shkëndija e Savonarolës e ndezi flak urën e zjarrit, me të cilën Luteri do të ndiste zjarrin e reformimit 20 vjet më pas.